Vučić pritet të përballet me drejtësinë ndërkombëtare. Një kallëzim penal pranë prokurorisë së Milanos kundër Vučićit e ka paraqitur gazetari kroat Domagoj Margetić, duke dhënë prova se Vučić gjatë luftës në Bosnjë ka qenë pjesë e të ashtu quajturës Sarajevo Safari. Margetić për televizionin publik ka deklaruar se ka dëshmi se Vučić, duke qenë pjesë paramilitare e batalionit qetnik të Sarajevo së Re, të komanduar nga Slavko Aleksić, ka qenë pjesë e snajperëve që kanë vrarë gjatë rrethimit të Sarajevos. Poslao sam dokaze o tome. Kam dërguar prova se Aleksandar Vučić, presidenti aktual i Serbisë, ka qenë në pozicionin e varrezave hebraike të Sarajevës, një nga pozicionet më të tmerrshme, por edhe një nga më të kërkuarat dhe më ekskluzivet, për të cilat të huajt paguanin më së shumti për të marrë pjesë në atë gjueti monstruoze ndaj njerëzve. Ekzistojnë prova shumë të qarta se ai ka qenë në atë pozicion. Kam paraqitur gjithashtu prova se Vučić ka qenë antar i njësisë paramilitare të batalionit qetnik të Sarajevës së Re, të komanduar nga Slavko Aleksić. Ky batalion organizonte safari njerëzore në pozicionin e varrezave hebraike dhe Vučić ishte pjesë e tij nën komandën e drejt për drejt të Aleksićit. Batalioni qetnik i Sarajevës së Re ishte një njësi vullnetare që kontrollonte plotësisht varrezat hebraike të qytetit. Politika e Serbisë për njohës të sigurisë vazhdon të jetë një version i modifikuar i politikës së Miloševićit, e cila edhe më tej paraqet kërcënim jo vetëm për Kosovën, por edhe për stabilitetin dhe sigurinë e gjithë Ballkanit perëndimor, shpesh në koordinim me Rusinë edhe përmes metodave hibride. Jo vetëm Kosova, por përgjithësi Ballkani perëndimor vazhdon të rrezikohet nga Serbia, nga një aparat i sofistikuar i luftës speciale, i cili në koordinim të plot me Rusinë përbën kërcënimin më serioz për paqen dhe sigurinë, jo vetëm në vendin tonë, në kuptim të minimit trendit kushtetues dhe pavarësisë Kosovës, por në përgjithësi për Ballkanin perëndimor, duke pas parasysh vllazërinë slave, duke pas parasysh sinkronizimin e Beogradit dhe Moskës në kuadër të politikës revizionizmit e para dhe në kuadër të politikës hegemoniste të Serbisë e dyta në raport me Kosovën, me Bosnjë-Hercegovinën dhe me vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Pas më shumë se 3 dekadash nga këto ngjarje, janë ngritur pyetje lidhur me hetimin që po kryhet në Milano për të ashtu quajturit turistët e luftës, të cilët dyshohen se shkuan nga Italia për të gjuajtur njerëz në Sarajevën e shkatërruar pas luftës.